kishte kam të gjallë. Po, se nuk u zor, nuk u zor. Ika, më le, Selin, po më vret, nuk mund të Qa po bën, o Kris, qa po bën? Qa po bën, gjithmonë një dhe në gjë. Nuk mban më kiqua, nuk mban më loj Kristi, bie prej çdo provokimi, kjo tregon për shembull që është dobësuar truri, është konsumuar si karakter ai në veten e vet për shembull, nuk ka durim për asgjë, rrugëzgjidhja e tij e vetme është lagja me ujë, le të themi në një farë forme dhuna. Më vjen keq, shumë fare, por që dua të kujtoj për shembull, më kujtohet në Bigun e Luizit që çfarë si bën aty, çfarë si than, çfarë si shpikën, çfarë si shpifën, edhe prapse prap duroj. Nuk më ka zgjënjur, më zgjënjeu për shembull se 2 herë përsëri 2 herë në njëjtën gjë bësh pak boz. Dhe mendoj që për shembull nuk ka atë posturën e fituesit më. Deri tash ka ardhur shumë mirë, i iku loja, tash aq është më beti. Duroj, truri, aq është kokur gruri. Nëse doli nga muri, mbasi ka qenë edhe shkak, zënga që pati me mirin, se e lagu mirin prap me ujë, një herë lagu Rogertin, prap e lagu mirin, preke fizike kishte edhe te miri, preke fizike kishte edhe te Rogerti, tashti di qa vendimi do merret, po besoj se duhet dali, është për të mirën e tij. Ai mbase ka kërkuar në një farë forme më të qetë, më zyrtare, për shembull nëpërmjet domos rrëfimit, atë ndoshta ata s'ka pranuar dhe këtë ka parë zgjidhje më të sigurt. Por që gjëra për shembull pse erdhi deri në këtë pikë, ka ikur gjysmë e lojës, se edhe një muaj e gjysmë, një muaj e 15 ditë jam Big Brother, edhe gjunata Leri, me të drejtën. Se erdhi në këtë pikë, pse? Nëjse. Selina e shket merdi keq se e trojë zvarë dhe Selinën. S'mban me loj, jo, nuk mban kiqua loj me. Gjuna. E kisha shumë shpresë për shkakun që mund të ishte pretendues për ta fituar, por ja që s'ndodhi ashtu. Ndodhi e kundërta. Nëjse. U bëft më e mira për ta? Inshallah s'ka rënë ande në muri. Se si do që t'jetë gjuna. Hajde, ciao.